O përgjë. Da gënjeshtër. Gërrejtë dhe këtu e kam problem. Gënjeshtër. Po thëmë është e vërtet. Lidhe e vërteta. Oke. Jo, s'ka lidhe. Gjenjen. Njërë më të vëtë. O Selim, po për ta, sepse nuk po të gjonë njëri. Shikjo, kjo e pësajt fare. Në pas zotin. Do shpjegosh Full botës, më. Edhe në orën 5 mbyllja punës. Shkoj në dyqan. Ka qenë data 4 korrik. Unë datë 5 kam të linjëm. Edhe gjej në dyqan një sasi të konsiderueshme të punuar, domethënë, një sasi të konsiderueshme trafikash në numër 24 sipër. Edhe unë i them motrës po ishin shumë, dhe i them motrës që çfarë është kjo porosia, kush e ka lënë, se përgjithsisht klientët që lënë porosi të mëdha ne i njohim, thotë mua që nuk e di, thotë është një numër i panjohur. Edhe thjesht e kam punuar, i thash ke marr lek, domethënë këtë diskutimin që ke marr lekët se ishte shumë sasi. Edhe kishim hambur, kishim bënë një gol. Edhe më thotë mua që jo, me thënë drejtën jo, thotë, po më tha që më ka lënë orarin fiks edhe do vi ta marrim. Okej, ishim shumë në tension, do vitë ta merrte dhe do vitë ta merrte. Edhe po ngacmonte mua që mund të jem për ty, sepse duke qenë se unë kisha ditën e të nesërmen. Edhe i them motrës që nuk ka kusht mi sjellin. Dhe më thot për një person që mund të ketë sa, po jo, po mi sjell, jo, po s'mi sjell, nejse si përfundim e po prisin tash kush do t'i merrte. Vjen dikush dhe i merr që ne nuk e njihnim fare, nuk ishte fare as klient, as njëri që ne nuk kishim parë asnjëherë. Edhe klienti i rregull, se klienti ishte. nuk ishte po, nuk ishte klient që klienta të rregullta. nuk e kishim parë asnjëherë në dyqan. Edhe vjen e bën pagesën çdo gjë në rregull edhe i them motrës së shef që nuk ishte për mua. Si përfundim në orën 12 kjo gjëja mua më vjen surprizë në shtëpi. Kaq. Gënjeshtër. E vërtet. E vërtet është. E vërtet. E vërtet. Sa veta janë për e vërtet dhe sa veta janë për. E vërtet. S'ma, do mundi të tregon të një histori të tillë. Jo. Gabuar. Gënjeshtër? Jo e vërtet, gënjeshtër. Është e vërtet. Po. Se e vërtet. Okej. Po si këtë erdhej personi pa Iliri. E kishte bërë porosin nga një person tjetër ka cilë, sepse unë nuk ja pranoja lulës. Okej. Edhe thjesht ideja ishte domethënë ne konfuzoheshim për këtë që pse duhet ta bënte këtë dyqani ke ne. Se zakonisht kur do të bëj dhurata, nuk i bën. Ka si person tjetër. Ka qenë një person tjetër dhe ne i shuam të gjithë. Po mori shtëpi. Selina, po pse s'e thonë? E ke marrë të lekët e lirë. Tani e ka rënë Iliri. Jo, dua të di historinë, si se pra. Duhet t'ja kisha. Lulet pra.